Në një kohë të largët, kur pyet ishim më të dendur dhe më të mëdhenj se sot, dhe kur kafshët flisnin me njëra tjetrën si vëllezër, jetonte një ari i madh dhe fisnik në zemrën e pyllit të artë. Emri i tij ishte Arton, dhe ishte njohur në të gjithë pyll për forcën e tij të jashtëzakonshme, por edhe për zemrën e mirë që mbante në gjoks. Arton nuk ishte si aritë e tjerë. Ndërsa shumica e tyre kalonin ditët duke fjetur në shpellat e errta, ai preferonte të ecte në përpyje, të ndihmonte kafshët e vogla në hall dhe të ruante ekuilibrin e natyrës. Gëzofin e tij e gjente në të qenit mbrojtës i të gjitha krijesave që jetonin në territorin e tij. Një mëngjes vere, kur dielli sapo kishte filluar të çelte petalet e luleve të egra, Arton u zgjua nga një zhurmë e pazakon. Ishin tinguj qarjesh dhe thirrjesh që vinin nga pjesa më e thellë e pyllit. Zemra e tij e madhe u shqetësua, sepse ai e dinte se diçka e keqe po ndodhte. Pa humbur kohë, Arton u ngrit në këmbët e tij të fuqishme dhe filloi të ecte me hapa të shpejt drejt zhurmës. Gjatë rrugës, ai takoi lepurin e bardhë, i cili po vraponte i tmerruar. Lepuri im i vogël, i tha Arton me zë të butë, çfarë po ndodh? Pse je kaq i trembur? Lepuri ndaloi dhe, duke u munduar të marrë frymë, i tha: O Arton i madh, një fatkeqësi e tmerrshme ka rënë mbi pyllin ton. Ujku i zi, ai që banon në malin e errët, ka ardhur me turmën e tij dhe po rrëmben të gjitha kafshët e vogla. Ata thonë se do t'i çojnë në një vend të largët për t'i shitur si sklever. Zemra e Artonit u mbush me zemërim. Ujku i zi ishte armiku i tij i vjetër, një krijesë e ligë që gjithmonë kishte dëshiruar të pushonte pyllin dhe ta bënte atë një vend errësire dhe frike. Ku janë tani? Pyeti Arton. Në fushatën e luleve të verdha, aty ku më parë luanin fëmijët tanë, u përgjigj lepuri duke qarë. Arton nuk humbur asnjë çast. Ai vrapoi në përpyje, duke kaluar mbi gropa dhe gur, derisa arriti në fushatën e luleve të verdha. Ajo që pa e mërziti thellë. Dhjetëra kafshë të vogla lepuj, rjedhje, gjinjt dhe madje disa qenë të pyllit ishin të lidhur me litar dhe po ruaheshin nga ujqit e mëdhenj dhe të egër. Ujku i zi, një krijesë e tmerrshme me sy të kuq si zjarri dhe hund të gjatë si shpatë, po ecte përpara dhe pas duke komanduar. Kur pa Artonin duke ardhur, një buzëqeshje e keqe ju shfaq në fytyrë. Ah, ja ku erdhe edhe ti, Arton i famshëm, i thiri ujku i zi me zë përçmues. Mendoja se do të kishe guximin të vije, por tani e shumë vonë. Këto kafsh janë tani prona ime, dhe do t'i çoj larg nga ky pyll i bukur. Lëri ato të lira, ujk i zi, i tha Arton me zë të thellë që u dëgjua në të gjithë fushatën. Ky pyll është shtëpia e tyre, dhe askush nuk ka të drejtë t'i çoj larg. Ujku i zi qeshi me të madhe. Ti, ari i madh, mendon se mund të më ndalësh mua. Shiko rreth teje. Kam 30 ujq me vete, ndërsa ti je vetëm. Edhe pse je i fort, nuk mund të luftosh kundër të gjithëve. Arton pa rreth teje dhe vërejti se kishte të drejtë, ujqit ishin shumë në numër dhe të gjithë dukeshin të gati për luftë. Por zemra e tij nuk e lejoi të dorëzohej. Ndoshta jam vetëm në numër, i tha Arton, por nuk jam vetëm në shpirt. Dritshmëria është më e fortë se ligësia. Lufta filloi me njëherë. Ujqit u hodhën mbi Artonin nga të gjitha anët, por ai luftonte si një hero i vërtet. Me kthetrat e tij të mprehtë dhe forcën e tij të madhe, ai arriti të largojë shumë prej tyre, por numri i tyre ishte shumë i madh dhe pas pak kohë Arton filloi të ndihej i lodhur. Ujku i zi, duke parë se Arton po dobësohej, u afrua dhe i tha: "Dorëzohu tani dhe do të lejoj të jetosh. Por këto kafsh do të vinë me mua." Kur, thiri Arton dhe vazhdoi të luftoj, por fatkeqësisht edhe heroi më i madh ka kufit e tij. Pas shumë orë luftimi, Arton ra në tokë, i lodhur dhe i plagosur. Ujqit e rrethuan dhe ujku i zi qeshi me triumf. Tani do të mbaj ty si rob, Arton, i tha ai. Ti do të jesh shembulli për të gjithë kafshët e tjera se çfarë ndodh kur dikush guxon të më sfidojë. Ujku i zi urdhëroi që Arton të lidhej me zinxhir të fortë dhe të çohej në një shpellë të thellë në malin e errët. Aty në errësirë dhe të ftohtë, Arton u mbajt si i burgosur. Por edhe në atë situatë të vështirë, ai nuk humbni shpresën. Çdo natë, ai dëgjonte zërat e kafshëve të tjera që ishin burgosur gjithashtu. Ata qanin dhe ankoheshin, duke humbur shpresën për liri. Por Arton filloi të fliste me to. "Miqtë e mi," u tha ai një natë, "nuk duhet të humbim shpresën. E vërteta është se ne jemi më shumë se ata. Nëse bashkohemi dhe bëjmë një plan të mirë, mund të dalim nga kjo situatë." Në fillim, kafshët e tjera nuk i besuan. Ishin shumë të frikësuar dhe të dobësuar. Por Arton, me durimin dhe fjalët e tij të mira, filloi t'i bindë një nga një.
Lepuri, i tha i lepurit të bardh, ti je i shpejt dhe i zgjuar. Mund të kalosh në përvende ku ne të tjerët nuk mundemi. Gjini, i tha gjiniu të kuq, ti mund të ngjitesh në vende të larta dhe të shohësh çdo gjë që ndodh. Rjedha, i tha rredhjeve të vogla, ju mund të kaloni në përvrim të vogla dhe të çoni mesazhe. Pas shumë diskutimi, ata hartuan një plan të hollësishëm. Plani ishte ndërlikuar, por nëse do të funksiononte, do t'i çlironte të gjithë dhe do ta mundnin ujkun e zi për gjithmonë. Së pari, rrjedhjet e vogla do të kalonin në përvrima të vogla dhe do të shkonin të gjenin kafshët e tjera që jetonin në pyje. Ato që ende ishin të lira. Ata do t'u tregonin gjithçka dhe do të kërkonin ndihmën e tyre. Së dyti, gjini i kuq do të dilte natën dhe do të vinte informacione për numrin e ujqve dhe vendet ku ata ruanin më shumë. Së treti, lepuri i bardh do të gjente një mënyrë për të hapur zinxhirët që i mbanin të burgosur. Dhe së fundmi, kur të gjitha këto do të ishin gati, Arton do të dilte dhe do të luftonte sërish. Por këtë herë me ndihmën e të gjithë kafshëve të pyllit. Plani filloi të zbatohet natën pasardhëse. Rrjedhjet e vogla u zhdukën nën tokë dhe filluan të udhëtonin në përpyje. Ata takin derin e egër, i cili ishte miku i vjetër i Artonit dhe kishte forcë të madhe. Takuan shqiponjën e artë, e cila mund të shihte gjithçka nga lart. Takuan ujkun e bardh, i cili ishte djali i mirë dhe armiku i ujkut të zi. Të gjitha këto kafshë mërzitën kur dëgjuan për gjendjen e Artonit dhe miqve të tij. Ata u dakorduan menjëherë që të ndihmojnë. Ndërkohë, gjini i kuq po bënte punën e tij. Ai zbuloi se ujku i zi kishte 30 ujq nën komandë, por gjysma e tyre ikte gjatë ditës për të gjuajtur ushqim. Kjo do të thotë se natën në majet të malit mbeteshin vetëm 15 ujq plus ujku i zi. Lepuri i bardh gjeti një gur të mprehtë dhe filloi të gëryej zinxhirët pak nga pak çdo natë. Puna ishte e vështirë dhe duhej bërë pa zhurmë, por ai ishte i durueshëm. Pas një jave planifikimi dhe pune, arriti nata e madhe. Gjithçka ishte gati. Kafshët e pyllit ishin mbledhur dhe prisnin sinjalin. Zinxhirët e Artonit ishin gati të këputeshin me një tërheqje të fortë. Gjini i kuq kishte konfirmuar se vetëm 15 ujq ishin në vend. Në mesnatë, shqiponja e artë dha sinjalin duke bërtitur lart në qiell. Menjëherë, Arton tërhoqi fort dhe zinxhirët u këputen. Ai ishte sërish i lirë, por kjo ishte vetëm fillimi. Arton doli nga shpella dhe pa që gjithkund rreth tij. Kafshët e pyllit po luftonin kundër ujqve. Deri i egër po luftonte me 2 ujq njëherësh. Ujku i bardh po ndihmonte lepurin e bardh dhe gjahtarin e vogël. Shqiponja e artë fluturonte sipër dhe i sulmonte ujqit nga lart. Por kur ujku i zi pa që gjërat po shkonin keq për të, ai u zemërua shumë. Ai lëshoi një ulërim të tmerrshme që u dëgjua në të gjithë malin dhe thiri një betejë personale me Artonin. Ti, Arton, thirri ai. Kjo luftë është midis meje dhe teje. Le t'i lëm të tjerët dhe ta zgjidhim këtë vetëm e vetëm. Arton e dinte se kjo ishte përgjigjja që ai kishte pritur. Ai u afrua ngadalë, duke ditur se kjo do të ishte lufta më e rëndësishme e jetës së tij. Ujk i zi, i tha Arton, ti ke sjell vetëm vuajtje dhe dhimbje në këtë pyll. Sot, kjo do të mbaroj për gjithmonë. 2 gjallësat e mëdha u hodhën njëra mbi tjetrën. Kjo ishte një luftë tjetërsoj nga lufta e parë. Këtë herë, Arton nuk luftonte vetëm për veten e tij, por për të gjithë miqtë e tij, për pyllin e tij, për drejtësinë. Kjo i jepte një forcë të re, një forcë që vinte nga zemra. Lufta zgjati orë të tëra. Të dy ishin të fuqishëm, por Arton kishte diçka që ujku të zi mungonte. Ai kishte dashurinë dhe mbështetjen e miqve të tij. Çdo herë që ndihej se po dobësohej, ai dëgjonte zërat e kafshëve të tjera që po luftonin rreth tij. Dhe kjo i jepte forcë të re. Në fund, Arton arriti ta mund ujkun e zi. Ai ra në tokë, i lodhur dhe i mundur. Por Arton, edhe pse ishte fitues, nuk kishte zemër të keqe. Ujk i zi, i tha ai, unë nuk do të bëj keq, siç bëre ti me ne. Por ti duhet të premtosh se do të largohesh nga ky pyll dhe nuk do të kthehesh kurrë më. Nëse përsërit këto vepra, herën tjetër nuk do të kem mëshirë. Ujku i zi, i mundur dhe i turpëruar, u ngrit ngadalë dhe pa rreth vete. Të gjithë ujqit e tij ishin mundur ose kishin ikur. Ai kuptoi se nuk kishte zgjidhje tjetër përveç pranimit të kushteve të Artonit. Pranoj, murmuriti ai. Do të iki dhe nuk do të kthehem kurrë më. Dhe me këto fjalë, ujku i zi dhe ata pak ujq që kishin mbetur gjallë ikën nga mali i errët dhe nuk u pan kurrë më në pyllin e artë. Pas luftës, kafshët filluan të pastronin dhe të riparonin dëmet që kishte shkaktuar lufta.
Por më e rëndësishmja, ata filluan të festonin lirinë e tyre të rivën. Arton u bë edhe më i respektuar se më parë, por ai nuk lejoi që fama të i ngrinte krenarin. Ai vazhdoi të jetonte thjesht, duke ndihmuar kafshët e tjera dhe duke ruajtur paqen e pyllit. Lepuri i bardhë u bë këshilltar i Artonit dhe ndihmonte në zgjidhjen e problemeve të vogla të jetës së përditshme. Gjini i kuq u bë vëzhguesi kryesor i pyllit, duke raportuar nëse dikush i dyshim të afrohej. Rrjedhjet e vogla u bën mesazherët që çonin lajme të shpejta nëpër të gjithë pyllin. Pas gjithë kësaj aventure, Arton mblodhi të gjitha kafshët e pyllit në fushatën e luleve të verdha. Po atë vend ku më parë kishte ndodhur lufta e parë. Ai dëshironte të ndante me ta disa mendime të rëndësishme. Miqtë mi të dashur, filloi ai, kjo përvoja na mësoi diçka shumë të rëndësishme. Nuk mjafton që të kemi zemër të mirë nëse jemi vetëm. Forca e vërtet vjen kur bashkohemi dhe ndihmojmë njëri tjetrin. Ai vazhdoi, ujku i zi kishte forcë fizike dhe numër, por nuk kishte atë që ne kishim: miqësinë, besimin dhe dëshirën për të mbrojtur njëri tjetrin. Kjo është ajo që na bëri fitues. Të gjitha kafshët ranë dakord dhe premtuan se do të mbronin gjithmonë pyllin dhe njëri tjetrin. Vitet që pasuan ishin vite të mira për pyllin e artë. Arton vazhdon të jetonte në paqe, por gjithmonë ishte gati të ndihmonte kur dikush kishte nevojë. Ai ndërtoi një shtëpi të re në zemër të pyllit, ku çdo kafsh mund të vinte për ndihmë ose këshill. Çdo mëngjes, ai ecste në përpyje dhe përshëndeste të gjitha kafshët. Çdo mbrëmje, ai ulej në buzë të liçenit të vogël dhe reflektonte mbi jetën dhe mbujtjen e ekuilibrit në natyrë. Lepuri i bardhë martohej dhe kishte shumë fëmijë lepuj, të cilët i tregonte historinë e Artonit dhe luftës së madhe. Gjini i kuq u bë mësues si gjinjtë të tjerë, duke u mësuar se si të vëzhgojnë dhe të mbrojnë pyllin. Rrjedhjet e vogla krijuan një rrjet komunikimi që mbulonte të gjithë pyllin. Por një ditë, pas 5 vite shpaqeje, erdhi një sfidë e re. Një grup njerëzish erdhi në pyll me mjete të mëdha për të prerë drurët. Ata nuk e dinin se pylli ishte shtëpia e shumë kafshëve dhe se kishte një rëndësi të veçantë. Arton u shqetësua shumë. Ai e dinte se nuk mund të luftonte kundër njerëzve si që kishte luftuar kundër ujqve. Njerëzit ishin të ndryshëm, ata kishin arsye dhe zemër, por ndonjëherë harronin të mendonin për natyrën. Arton vendosi që kësaj radhe të përdorte mençurinë në vend të forcës. Ai mblodhi përsëri të gjitha kafshët dhe ua shpjegoi situatën. Kësaj radhe, u tha ai, nuk do të luftojmë. Do të përpiqemi të komunikojmë me njerëzit dhe t'u tregojmë sa i rëndësishëm është ky pyll për ne dhe për natyrën. Plani i ri ishte krejtësisht i ndryshëm. Kafshët do të organizonin një demonstrat paqësore. Ata do të dilnin të gjithë bashkë dhe do t'u tregonin njerëzve bukurinë dhe rëndësinë e pyllit. Në mëngjesin tjetër, kur njerëzit erdhen për të filluar punën, ata pa një pamje të mahnitshme. Qindra kafsh kishin dalë nga pylli dhe ishin rreshtuar paqësisht. Arton qëndronte në ball, i qetë dhe dinjitos. Njerëzit u habitën shumë. Nuk kishin parë kur diçka të tillë. Arton, me gjeste të ngadalta dhe të dukshme, filloi të komunikojë. Ai tregoi pemët që ishin shtëpitë e zogjve, lule që ushqenin bletet, liçenin ku këto kafsh pinin ujë. Një prej njerëzve, një burr i moshuar me mjekër të bardhë, e kuptoi menjëherë mesazhin. Ai i tha të tjerëve, shikoni sa e bukur është kjo. Kafshët po na tregojnë se ky pyll është shtëpia e tyre. Ne duhet të gjejmë një mënyrë tjetër. Pas shumë diskutimesh, njerëzit dhe kafshët arritën në një marrëveshje. Njerëzit do të merrnin vetëm drurët që kishin rënë natyralisht, ose ata që ishin sëmurë dhe duhej hequr për shëndetin e pyllit. Në ndërim, ata do të ndihmojnë në mbrojtjen e pyllit nga zjarret dhe do të mbjonin pemë të rinj. Arton ishte shumë i kënaqur me këtë zgjidhje. Ai kishte mësuar se ndonjëherë mençuria dhe komunikimi janë më të fortë se forca fizike. Vitet kaluan dhe historia e Artonit u bë legjende. Fëmijët e kafshëve të reja i dëgjonin me kujdes historitë për ariun e madh që kishte mbrojtur pyllin jo vetëm me forcë, por edhe me mençuri dhe dashuri. Arton, megjithse po plakej, vazhdonte të ishte forca qendrore e paqes në pyll. Ai kishte mësuar kafshët e tjera se si të jetonin në harmoni jo vetëm midis vete, por edhe me njerëzit. Çdo vit, në përvjetorit e luftës së madhe, kafshët organizonin një fest në fushatën e luleve të verdha. Ata kujtonin sakrificën dhe guximin e të gjithëve, por veçanërisht urtësinë dhe udhëheqjen e Artonit. Sot, nëse shkon në pyjet e thella, ndonjëherë mund të dëgjosh histori të vjetra që tregojnë pleqt. Ata thonë se ende jetojnë ari të mëdhenj që mbrojnë natyrën dhe ruajnë ekuilibrin.
Historia e Artonit na mëson se çdo njeri prej nesh, pavarësisht se sa i vogël ose i madh të jetë, mund të bëjë ndryshimin. Kur bashkohemi për një qëllim të mirë, kur mbrojmë ata që janë më të dobët se ne, dhe kur zgjidhim problemet me mençuri në vend të dhunës, ne mund të krijojmë një botë më të mirë për të gjithë. Dhe kështu përfundon historia e Artonit në pyll, një përrall për guximin, miqësinë dhe fuqinë e së mirës për të fituar mbi të keqen.